Pragnisja e muajit të shenjtë të Ramazanit, Miftiu i Vlorës Ardido Çllaku ka përcjell një mesazh urimi dhe reflektimi për të gjithë besimtarët, vlonjat dhe shqiptar. Për Blu Televizion, Xllaku ka theksuar rëndësinë e këtij muaji të bekuar duke cilësuar atë si një periudhë të lehtësimit shpirtëror, begatisë dhe afrimit me Zotin. Sipas tij, Ramazani është muaji i solidaritetit me njëri tjetrin, i sakrificës, përkushtimit dhe ndihmës ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. Ai ka ftuar besimtarët ta shfrytëzojnë këtë muaj për reflektim, për mirësim personal dhe forcim të lidhjeve familjare dhe shoqërore. Me rastin e ardhjes së muajit të begat të Ramazanit, uroj të gjithë besimtarët e Vlorës, por edhe me Gjër, të jetë një muaj i lehtë, i begat dhe plot dashuri. Ky muaj është muaj i solidaritetit, është muaj i ndarjes së lumturisë me njëri tjetrin, është muaj i sakrificës. Është muaj i kthimit në veten e vet njeriu, për të edukuar egon e tij, për të edukuar ato emocionet e pa frenuara të cilat tashmë kjo dynja i ka marrë përpara. Ky muaj është muaj për të treguar se kush jemi në të vërtetë dhe sa duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin, sa duhet ta kuptojmë njëri tjetrin. Është muaji i empatisë. Është muaji i asaj që ne themi të kthehemi tek njeriu, ashtu siç e ka krijuar Zoti. Edhe një herë dua t'ju uroj agjerim të lehtë, të pranuar dhe të shpërblyer nga Zoti i gjithësisë. Atëherë jemi përballë një faktit të cilin ne nuk kemi dëshirë ta kishim pas, por që mund të them procedurat shtetërore apo edhe procedurat e organizatës TIKA na kanë tej vonuar. Ne jemi shumë të indinjuar nga kjo situatë, sepse besimtarët me të drejtën e tyre na kanë kërkuar me këmbgulje që të kemi xhamin e hapur, një xhami historike e cila është unike në Shqipëri, dhe ne jemi para faktit që ajo po bën 2 vjet e mbyllur. Kemi bërë të gjitha përpjekjet ne si Myftini, por që nuk mjaftojnë përpjekjet tona. Tashmë është topi në dorë të tjetër kuj, ku ne jemi në pritje. Për këtë muaj të Ramazanit jam detyruar të bëj një farë rregullimi momental, pra provizor, që ta hap për faljet e teravive, pra namazit në darkë, në mënyrë që të ul pak fluksin e xhamatit në xhamin në Shatpashaj. Pra do jetë hapur për gjatë Ramazanit xhamia e Plumit edhe xhamia në Shatpashajt. Ndërkohë një mesazh për muajin e Ramazanit ka përcjell dhe imami i xhamisë Hajredin Dizari, i cili ka uruar besimtarët për një agjërim të pranuar, paqe, shëndet dhe harmoni në familjet e tyre. Muaji i Ramazanit është mundësi për të gjithë ne që të afrohemi me Zotin. Është një shans, një ofertë për i krijuesit të gjithësisë që ne ta përmirësojmë veten tonë dhe të jemi njerëz më të mirë në këtë muaj të Ramazanit, që muaj tjetër të na gjejë të përmirësuar. Muaji i Ramazanit është një mundësi e jashtëzakonshme për ne që të afrohemi me njëri tjetrin dhe të jemi prej atyre njerëzve që falin dhe i mëshirojnë të tjerët. Thot profeti Muhammed, në muajin e Ramazanit hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanët për t'i dhënë njeriu mundësinë për ndryshim. Zoti ju bekoft, Zoti ju lehtësoft agjërimin e këtij muaji dhe Zoti e pranoft ta adhurim prej jush. Besimtarët musliman nisin kështu muajin e madhërisëm të Ramazanit prej datës 19 shkurt, duke hyrë në një periudhë të rëndësishme adhurimi, reflektimi dhe përkushtimi shpirtëror, ndërsa Myftiu ka konfirmuar gjithashtu se gjatë gjithë këtij muaji, xhamia e Plumbit do të qëndrojë e hapur për besimtarët për faljet e mbrëmjes.